Është ndarë nga jeta Besim Moku, operatori i njohur i televizionit, njeriu i kamerave, i cili pas një betejë 8 mujore me një sëmundje të rëndë të pashërueshme ka mbyllur sytë përgjithmonë duke lënë pas dhimbje, respekt dhe emër që nuk do të harrohet. Besim Moku ishte operator i hershëm në televizionin Adrianet, që dha një kontribut të madh në performancën e këtij televizioni që mbijetoi ndër vite. Besim Moku lindi në Shijak me 17 korrik 1965. Ishte pjesë e brezit të parë të operatorëve televiziv që u formuan me ardhin e demokracisë dhe të mediave të lira në Shqipëri. Në një kohë kur televizionet private sapo hidhin hapat e para dhe gjithçka ndërtoi me pasion, sakrifizë dhe idealizëm, Besimi u bë një nga figurat më të palodhura të këtij realiteti të ri. Karrierën e nisi në Shijak Televizor dhe më pas vazhdoi rrugëtimin profesional në televizionin e Adria 2. Në çdo mëngjes në emisionet ku pasqyroi shtypi i ditës dhe zhvilloheshin biseda telefonike me publikun, Besimi ishte njeriu që qëndronte pas kamerës, por që në të vërtetë ishte nga shtyllat e padukshme të suksesit të emisioneve të shumta, që ai përsolli me profesionalizëm në televizionet e Durrësit. Kolegët dhe miqtë e tij gazetarë e kujtojnë Besimin gjithmonë aty ku ishte ngjarje, në terrene, në stadiume, në veprimtari kulturore, në kronikat e përditshme. Ishte ndër ata operator që nuk njihin orar. Kur kishte lajm ishte i pranishëm. Kur duhej sakrificë nuk tërhiqej, e kuptonte se informacioni i shpejtë dhe i saktë kërkonte lodhje, durim dhe përkushtim. Besimi la pas vetes familjen e tij të dashur, bashkëshorten, Merushen dhe 2 djem, Endrin dhe Eneen. Lam të mirë Besim Moku, o kamermani legjend i qytetit të Durrësit.